Receta për sot sa e shijshme, aq edhe e shëndetshme. Si fillim, në një tigan do të hedhim pak vaj dhe do të skuqim një qep mesatare të cilën e kam ngrirë imët. Do vazhdojmë ta skuqim qepën për disa minuta dhe më pas do të hedhim 2 deri në 3 thelpig hudhër. Do vazhdojmë të skuqim duke përzier vazhdimisht dhe do të hedhim 400 g misht të grirë viçi. Pasi mishi të jetë skuqur, do të hedhim një patate, një spec të kuq, karrot dhe një patlıcan. Do vazhdojmë të skuqim të gjitha bashkë për disa minuta në temperaturë mesatare. Më pas do të hedhim 2 domate, krip, piper të zi dhe piper të kuq. Do t'i përziejmë mirë. Dhe do t'i vendosim kapakun duke i lënë në temperaturë të ulët derisa perimet të jenë zbutur plotësisht. Tashmë e kemi gati, do ta hedhim në tavë. Do ta përhapim mirë dhe ndërkohë në një tigan do të hedhim pak vaj dhe salcë domatje. Do ta skuqim salcën për 1 deri në 2 minuta duke e përzier vazhdimisht. Do t'i hedhim 200 ml ujë, pak krip dhe do ta lejmë derisa të fillojë të zihej. Salcën do ta hedhim sipër tek perimet. Do ta mbulojmë sipër me qese të lagur kuzhine dhe do ta vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë për 25 minuta. Tava është gati, e kam lënë të ftohet pak dhe do ta servirim në pjatë. Sipër mund t'i hidhni majdanos sipas dëshirës dhe më pas e kemi gati. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.